Përshëndetje, selam aleikum, paqja qoftë mbi ju. Sot është një video e shkurtër dhe në fakt doja ta bëja këtë video dhe ka të bëjë me shallin, me shamin. Ka marrë shumë kritika në lidhje me shamin, kuptimin që nuk e vendos mirë dhe jo për ndonjë arsye tjetër, por në fakt e kam vendosur ashtu siç kam ditur, pavarësisht se jam përpjekur ta mësoj, sërish e ngatroj se si ta vendos domethënë në kokë. Dhe gjithmonë kam parë njerëz që më kanë kritikuar për këtë pjesë, por unë sërish kam vazhduar ta vendos në atë formë dhe jo për gjë tjetër, por më pëlqen të jem vetvetja dhe të tregoj ndoshta edhe imperfeksionet, sepse apo vështirësitë që shpesh herë femrat si puna ime që janë rikthyer në islam kanë vështirësi në të vendosurit të shamis. Kështu që përveç se kisha vështirësi, shpesh herë më binte, nuk e kapja mirë, përpiqesha të kërkoja për një shami që është më praktike, për një shami që nuk bie, është e lehtë domethënë për të vënë, kur je me fëmijë, edhe pse unë nuk jam akoma mbuluar, por për ata që janë me fëmijë që duhet ta vendosin me shpejtësi, për ata që kanë vështirësi në të vendosurin e shamis si puna ime, nga ana praktike e të vendosurit. Gjitha këtë shamin që më shihni në këto momente nga Nova Novus, edhe duke kërkuar, pash që kjo ishte shumë praktike dhe më përshtatej mua. Shpeshherë ka ndodh që për shembull ti jesh me nxitim, ndodh për shembull që nuk e ko ta vendosësh në atë formën apo atë bukurinë e duhur apo në atë estetikën e duhur, të bie shpesh, kështu që dhe unë bëra kërkimet e mia dhe gjeta pikërisht këtë shami dhe dua ta ndaj me juve për të gjithë motrat muslimane që ndihen se puna ime, apo për ato që nuk din ta vendosin, një lloj si unë. Kjo është një shami shumë praktike, sepse siç e shihni, këtu është me magnet dhe vendoset kollaj. Praktike, sigurisht dhe për vajzat e reja që janë ende në fillim të shamis apo për situata të ndryshme që ju mund të keni. Kështu që thjesht vendoset kjo si kapuç sipër, dhe më pas është kjo pjesa e magnetit dhe e stilon pastaj si të duash në modele të ndryshme ose nga një anë, edhe unë mora disa shallra. Në fakt, me thënë të drejtën, të gjitha këto i kam të blera dhe kur pastaj thash pse nuk e reklamoj në formën që përveç se i bëj vetes nder që gjitha këto shami, ju bëj edhe juve nder që ndiheni në situata si puna ime, dhe mora disa lloj ngjyrash, që është kjo ngjyra boqell dhe ngjyra, sepse unë nuk jam mirë me dallimin e ngjyrave, se di pse. Kjo lloj ngjyre është shumë e bukur dhe vjen në këtë formën siç e thash, me pjesën e kapuçit në fillim, se kështu e quaj unë për kollaj, kapuçit, që është kjo pjesa këtu, vendoset në këtë formë edhe hidhet, është e ngjitur bashkë me shamin edhe pjesën e magnetit që është këtu, edhe që mund ta stilosh në forma të ndryshme që i përshtatet të secilës, domethënë. Kështu që unë më poshtë do vendos linkun, do vendos dhe një kod që kushdo që mund ta blej, mund vendosi pikërisht kodin këtu poshtë dhe përfitoni me ulje. Firma quhet Nova Novus nga Nora Mira dhe më duket se ndodhet si bazë në Evropë, kështu që ndoshta atyre që jetojnë në Evropë mund t'i vi më shpejt se sa mua, por që unë jam shumë e kënaqur dhe të vazhdoj që të marr këto lloj shamish, sepse nuk e di, gjeta vetveten dhe sikur po më ndron mendjen që ta vendos tani. Inshallah, nuk e dihet, kështu që
Nëse keni pyetje, mund të më shkruani në mesazh apo në koment. Kështu që ka lloj-lloj ngjyrash të tjera, si të doni. Unë do marr dhe ngjyrat që të zezë, sepse kam marrë vetëm këto 3 ngjyrat e hapura, bezha që shkon me çdo gjë. Kështu që nëse keni pyetje më thoni, do vendos linkun bashkë me kodin dhe uroj që t'ju pëlqej. Nga afër duket edhe më mirë. Kështu që kjo vjen shumë për përdita dhe tani inshallah nuk do kemë kritika për mënyrën se si e vendos shamin apo nëse më del në fije floku, sepse me këto nuk del absolutisht as edhe një gjë tjetër. A few moments later. Siç mund ta shikoni, është në këtë formë, thjesht e vendos, këtu pastaj kapet me magnetin dhe voilà.